Ullu. Më qasë gërdish, ullu. Ashtu, qeshti, ngreni dur lartë, ashtu. I dashur popull gri, të dashur trushplar, të dashur qyryk, e të dashur patronazhist e patronazhiste. Kujtova se kësa radhe do bërin si moralist edhe nuk do i merë një legët, por fal politikave tona i kemi kthyer njerëzit aq hallegji sa që mirë që i morën lekët, po kishte edhe nga ata që na bën skonto. Nuk më zgënjyet fare. Prandaj nuk i them më vetes lum ju që më keni mu e mirë unë që ju kam ju, po ju them lum unë që ju kam ju e mirë ju që më keni mu. Dua ta filloj me një falënderim të madh. Ama ullu tash që ullu. Dua të falenderoj veten time që nuk realizova asgjë, e nuk ju dhash asgjë dhe prap fitova. E Tirana, o Në mgoja. Falenderoj veten time që edhe pse kam gjysmën e bashkëpunëtorëve në burg, edhe pse talla atë që s'thuhet me atë Europa në 2030, ju më dhat 11 mandate. Falenderoj. Ti çuni mu se puthat gocën. Ke gru. Falenderoj veten që ju binda juve të votoni që asgjë të mos ndryshojë. Dhe në fakt, asgjë s'do ndryshojë. As çmimet e larta të banesave, as çmimet e lartave të shportës së ushqimeve, as mungesa i ilaçeve, as trafiku, as rrugët me pagesë, as miliardat e korrupsionit, as kullat përmi vendeve arkeologjike, as zaptimi Bregdetit, as shpika investitorëve strategjik, as skandalet korruptive dhe seksuale të varësve të mi, as zhdukja hapësirave gjelbra, as kolapsi i fshatit, as gjë. E duke parë që shumica juaj ndihet mirë kur ndihet keq, premtoj solemnisht në këtë shesh që çdo gjë do bëhet 2 fish më keq. Dhe kur them 2 fish më keq, nuk kuptoj 5 fish më keq. E kuptoni? Do doja falenderoja në mënyrë të veçantë 4 zona. Spari fshatin artist Hotolishtit që protestoi me arkivol për muaj të tërë. Jo rruga që na laj ashtë rrugë, jo po ju që po na shkatroni cilësinë e jetës. Dhe ja ku jemi, më votuan 85%. Pas kemi ardhe? Jeni aty Hotolishti. Respekte. Prandaj, si shpërblim, përveç se ju preva dalje në rrugë, do ju preze ujin, do ju preze dritat, do ju preze pyllin, do ju preze internetin, deri sa të votoni 100%. Së dyti, dua të falenderoj fermerët e Lushnjës që pasi bën protesta duke derdhur qumshin në rrugë dhe ato prodhimet bujqësore, më votuan mbi 85%. Si shpërblim, juve brenda 2030-s do ju jap nga i teleskop që natë për natë shihni rrugën e qumshit lart në qiell
dhe çdo rrugë Lushnjës do ja shtroj me kastraveca, qershi dhe domate. Edi Rama, o Bravo Qion. Spredi duhet falenderoj tragjasin ton me tradita, që u ankuan e protestuan e u përplasën me policin, edhe blokua dhe rrugën për ujë që u amori qeveria, por prap na votut masivisht si qequa. Ju premtoj që vet, po edhe dhive, deleve, kecave, qingjave, cjepërve, lopëve, gomerve, doja u bleni ujnë me shishe plastike. Për ata që protestuan kundra me 2000 lek vjetra do jetë një shishe vogël plastike ujë, kurse për gjithë servilat falas. Dhe së fundmi dua të falenderoj diasporën, e cila fillimi e cila mendoi se do votonte e lirë, por harroi që e ka familjen këtu. Dhe këtej e hongrën gjithë pensionin si derri, duke treguar se ata ne udhimset familja këtej dhe keni votuar për Partinë Socialiste më shumë se që votojnë kinezët për Partinë Komuniste. Ju falenderoj edhe një herë nga thellësia e cinizmit tim. Tani çoni gjithë bashk për himnin e fitores. Hajde, çoni dhe ju.